Që ju ka të mati, më? Që ju ka të dibra, më? Po pse keni halë sy, më? Që ju ka të? Ju ka vesh me kostumeve kollare, kur ju ka pa tudhës me ju vesh. Ju ka vesh me kollare për tërë me i mashtru. Ju ka vesh me kollare për t'ju uzurpu, nuk doni t'i fundoni. Doni t'i udhish, jo mërë jo. Jo. Sot jemi shumë. Jemi në të rëgëshë shiu, nese të t'jemi më shumë bashk edhe të poshtë në keni dëgjoti Bela, dëgjoti Edi, e keni ky zonën e matit mirë ditës e të peshkotis, vetëm për të shvat. Jemi këtu për të dëshmuar se jemi pjesë e teritorit Shqipërisë. Pjesë e teritorit Shqipërisë. Na i morën mineralet e nën tokës, na i morën ujrat, na i morën malet tona, tash i çdo na marrin tjetër, një copë rrugë që lidh dy krahina, që lidh qarkun e Lezhës dhe të Dibrës, që në vendet e përparuara janë projekte prioritare, që i zhvillojnë një ndër vishet më të bukura të Shqipërisë veriore, me liçejt e Lurës, me krojet, me ujvarat, me kullat tona që i dhanë shumë visanit tonë kombëtar. Pra ne jemi këtu, t'i kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Pra ne jemi këtu për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prap protestat tona në rrugën e kombit edhe më tej. Mos u mashtroni, nuk e di ka keni frikë mër burr. Pse keni frikë? Me protestu për rrugën e kalamajve tuj. Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue të Laknuri, të Tepësia. Qa është do frikëna? Po dalim për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk në anir për këto parti. Fare. Po merë një pjesë, është trishtim këtë lloj mënyre. Apo keni frikë se do t'ju nxjerrin prej pune, s'do ta merrni atë 400.000 lekë. Apo të firmat që banim ato tendera, të nderima, qa jeni, a keni frikë se nuk do t'ju votojmë, as një vot nuk e keni. Mos të vije në zonë tona, as një lloj deputeti, i çdo lloj ngjyre se nuk keni as një vot. Na keni mashtru tash 30 vjet edhe marru qoftë. Turp keni, me këto rrugë që na keni lanë, me këto vështërsi të jashtëzakonshme të fshatit. Ne në momentin aktual nuk kemi dashur që ta politizojmë situatën, për arsye sepse banorët kërkojnë që të marrin investime dhe kjo është çështja më e rëndësishme për banorët e kësaj zone, por padyshim që ne do jemi në mbështetje të banorëve të kësaj zone dhe do mbështesim çdo përshkallëzim të situatës nga ana e tyre. Sot jam këtu në cilësinë e deputetes qarkut Lezhës, deputetes së Partisë Demokratike, në mbështetje të këtyre banorëve të cilët janë në protest për rrugën e Lurës, një rrugë e cila u premtua me bujë të madhe nga kryeministri Edi Rama, por në fakt sot është kthyer një simbol i mashtrimit dhe i harresës. Një rrugë e cila u premtua me bujë të madhe për të kthyer një simbol të zhvillimit dhe integrimit të kësaj zone, sot fatkeqësisht është një rrugë e lënë rrugëve, e cila i ka izoluar këta banor, e cila në vend që të sillte zhvillim ekonomik kësaj zone, sot kemi një trev të lënë në harresë. Jam këtu për të kërkuar llogari dhe transparencë se ku shkuan fondet e kësaj rruge, pse kontraktori i braktisi punimet dhe pse kjo rrugë u la në mes. E kësaj rruge përtej situatës për ta shfrytzuar në momente politike, por është një realitet që banorët e këtyre zonave po e vuajnë prej vitesh një premtim dhe mashtrim ndaj këtyre banorëve që ka kthyer këtë zonë në një zonë në harres, në një zonë në prapametje dhe një zonë që qeveria përveç të premtimeve s'ka realizuar asgjë. Mendoj që është një vepër korruptive, pasi para 6 muajsh këtu ka pas sa punime, vlera është kolosale, por situata është tërësisht kritike në këtë rrugë.